Tash në rastin e Sali Mustafës, njerëz besoj e dinë edhe publikisht tashmë se unë kam mik Sali Mustafën, unë e çmoj shumë, që është njëri i jashtëzakonshëm, patriot i madh. Në vitet 90 ka shku në burg si burgosin politik. Sapo ka dalë nga burgu, ka shku në mal, dhe ti ka përfundu lufta e jeta e tij ka shku kështu, domethënë, në 10 vjeçar me plot hjeka sakrifica. Por po merremi po ndalim në këtë rast që është i gjykuar tashmë. Besoj ju kujtohet njerëzve kur kryetari i trupit gjykues tha ne nuk e dim kush e ka vrarë viktimen, por megjithatë ishte në përgjegjësi të UÇK-s. Me këtë logjik, secili mund dënohet. Në një kohë lufte, kur ka qenë ofenziva më e madhe e Serbisë në Atrajan, dhe me dënu dikë pse është vrarë, se atë gjykata nuk e di kush e ka vrarë, me shqiptu një dënim të tillë për mua është katastrofale. Megjithatë, kontribut shumë të madh që Sali Mustafa me qenë burg kanë dhënë edhe bashkëluftëtarët e tij. Fatkeqësisht. Drejton Goxha na kujtohet gjithëve. Dhe për të pati një urdhër arrest nga gjykata speciale. Dhe pse pati këtë urdhër arrest? Tash po merrem me disa çështje për dalë të gjëra më konkrete. Ai tha se nuk heshti më. Dhe tha se njerëz të caktuar janë dëshmitar në rastin e Sali Mustafës. Kështu e tha në një shkrim, i cili u botua dhe këtu edhe ne kemi botuar atë shkrim, dhe përmeni konkretisht Nazlije Balajn. Tha, ajo është dëshmitare kundër Sali Mustafës. Pati reagu zonja Balajn, natyrisht, për këtë çështje, po çka është shumë interesant, se gjykata speciale lëshoi urdhër arrest kundër zotit Goxhaj, është nga Shqipëria, ka qenë njëri prej eprorëve të UÇK-s, dhe akuza ishte që i ka friksu dëshmitarët, i ka ekspozu dëshmitarët, duke përmend emra. Në mesin e emrave ishte zonja Balaj. Për mua është nonsens krejt kjo farë situate, e cila dim kaq sa po flasun, pse përmendet kjo, pse u lëshu urdhër arrest, dhe zonja Balaj dihet që është në Ministri i Drejtësisë. Ka qenë shefe kabinetet apo këshilltare Ministrisë së Drejtësisë. Dhe ndërkohë, Ministria e Drejtësisë kufizoi mjetet financiare për të akuzuarit në Hag në kundërshtim me ligjin, sepse kur është votu ligji për dhomat e specializuara, është votu edhe një ligj për mbrojtjen juridike, mbështetjen juridike të akuzuarve. Ata kanë kufizime në mbrojtje, dhe rrjedhimisht këto kufizime po i bën shteti i Kosovës, dhe po bën në kohën kur Albin Kurti është kryeministër, Albulena Agjiu është ministër e drejtësisë. Prandaj kur i shoh të gjitha këto argumente, të gjitha këto, e kam thënë publikisht, unë mendoj që pushteti i Albin Kurtit do që zoti Thaçi të dënohet. Ky e ka ekskluzivisht me Hashim Thaçin. Dhe si pasojë zoti Thaçi psojnë apo mund psojnë edhe të tjerët. Pra ky inati që e ka, ky mlefi me Hashim Thaçin që e ka Albin Kurti, ka reflektu edhe në kufizimin financiar të mbrojtjes së tyre. Për çka në fund, nëse ata dënohen, në fund pëson Kosova. Sepse ata janë udhëhes të luftës çlirimtare, janë udhëhes të UÇK-s. Dhe një vendim fajsues për ta, Kosovën e nxjerr si shtet produkt i një lufte kriminale. Nuk e mendojnë, apo e mendojnë, nuk e di unë një gjë të tillë, por kjo me na kalu neve si shoqëni është e tmerrshme.
Dhe ne kemi argumente në rajon, s'kemi pas ka me shpikni. Marim Kroacinë. Kroacia, kur janë akuzu njerëz të saj, general të saj, dhe udhëhes politik, por kryesori ka qenë Gotovina, generali famshëm kroat, dhe ata janë akuzu si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Njëjtë e kemi ne akt akuzën e kundër zotit Thaçi dhe të tjerëve si ndërmarrje përbashkët kriminale. Dhe pse është kjo akuzë? Sepse nëse bie akuza si ndërmarrje përbashkët kriminale, bie komplet procesi. Se vetëm këtë mënyrë këta po përpiqen me i bë përgjegjës për shkak të hierarkisë. Kur dihet që nuk ka pas ndonjë farë hierarkie kjo luftë, kjo strukturë. Pra, po çka bëri Kroacia? Kroacia për asnjë moment nuk ka ndërhyrë në proces, ama krijoi një ekip të madh avokatësh të paguar nga shteti, përfshirë edhe pagesat për të akuzuarit, të cilët e kanë përfaqësuar shtetin në gjykatën e Hagës kundër akuzës ndërmarrje përbashkët kriminale. Pra shteti i Kroacisë ka shkuar atje dhe ka thonë ka dale. Merrnu me këta si individ. Gjeni përgjegjësi të secilit. Ne nuk lejojmë që shtetin ton me akuzu për ndërmarrjet përbashkët kriminale dhe ja kanë dalë. Dhe kjo akuzë ka rënë në procesin kundër Gotovinës dhe rrjedhimisht edhe shumica për tyne janë liruar si të pafajshëm. Ne nuk kemi bërë asnjë hap për ta mbrojt shtetin, për ta mbrojt luftën dhe për ta rrëzu këtë akuzë. Ne duhet merremi thjesht me akuzën ndërmarrje përbashkët kriminale. Çka do të thotë kjo për neve si shoqëni, çka do të thotë për drejtësinë, po çka do të thotë edhe për ty Visar? Po tash kjo problemi se zgjata pak më. Problemi më të madh që unë kam me këtë, si më thon, me mënyrën që po e sheh prokuroria, do më veçanta. E qebesa edhe gjykatësit, disa prej tyre, me sa i kam pasur janë shumë më shumë në anën e prokurorisë se sa që është kanë ndesh me qenë pa anshëm. E kam me që mënyrën se si po e trajton luftën edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pra, nëse për shembull individ të caktuar kanë bërë krime që ato s'mund të përjashtu. Ata duhen gjykuar si individ, sepse për ushtrinë çlirimtare të Kosovës ti nuk i asnjë mbështetje, as dokumente, as kurrë tjetër që ka qenë strukturë që ka pas politik dhe plan për kryerje të krimeve ndaj civilëve. Asnjë hiç. Nuk ka. Gjoma një dokumentu që kës ku thuhet për shembull që duhet që qytet me spastruar ose me bona e ashtu. Këto dokumente ka pas Serbia. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka luftuar kundër forcave policore ushtarake të Serbisë për me liru Kosovën. Nga Serbia, jo nga serbët. To do me përmend disa shumë herë. Sepse në asnjë etapë të historisë tonë, luftë me serbët nuk kemi bë me shtetin e Serbisë. Përfshirë në etapën e fundit. Për shembull ti ki mënyra se si është sjellta atë. Hashim Thaçi pas luftës në raport me komunitetin serb Kosovës, ty ta dëshmon këto, që kanë nuk e ka pas me serbët. Për dallim për Serbisë e ka pas me shqiptarët. Jo me një forcë të caktuar kundër shqiptarëve, me shqiptarët, përgjithësi. Dhe që dallim duhet me bëj, dhe që dallim gjykata duhet me pas parasysh se kjo ka rëndësi edhe në aspektin juridik përveç se në aspektin politik. E parë. E dyta, Republika e Kosovës fatkeqësisht dhe qeveria e Kosovës aktualisht mendoj që po e bëjnë një gabim të madh me përpjekjen në gjykatën speciale, nuk po e shohin si përpjekje të Kosovës. Po e shohin si përpjekje të këtyre katër personave, për të cilët ata thonë që i shkon mirë Recep Selimi, mos mund të thonë. Kjo është përpjekje e Kosovës. E kam përshëndet Recep Selimin. E kam vizituar vetë Recep Selimin. Po. Përveç Glaukut Njufës. Përveç Glaukut, po. Glaukut edhe Liburnaliut. Që të merr. Se Liburni është pjesë e UÇK-s. Cili do zyrtar që shkon atje dhe e viziton veç njërin bën gabim të jashtëzakonshëm. Sepse kjo është përpjekje e Kosovës. Në momentin që të kryhet që kjo dhe të hiqet që kjo akuzë për krime lufte, kriminalizimin e luftës të UÇK-s, secili prej atyre bërë që të dhe shtinen burg për korrupsion pas të shmi. Asnjë fjalë nuk ta thon kundër. Cilin dushbit. Ajo është pastaj përpjekje individuale, bëni çfarë tani. Po që kjo është kolektive, mendoj unë. E Kosovës, e shtetit, siç ka bërë Kroacia.
Se luftën na e kena bo për me e bo shtetin, apo. Edhe ka qenë përpjekje organizuar. Çlirimtare, kur janë çliruar kena bo shtetin. Pisa ati momenti, Republika e Kosovës ja ka bërgjë UÇK-s për me e mbrojt. Si UÇK. Hashimi Kadria këta janë individ pastaj. Në momentin, prapë thëmë, në moment që... Ama ata përfaqësojnë atje nuk janë se individ, qëto problemi. E që to do të më atje përfaqësojnë UÇK-n. Sakt, e që të ndari unë menoj që do të me bo. Do me thonë, unë e kom pa, dhe njerëzit këtu e kanë një problem. Edhe në politikë, fatkeqësisht po shpërfaqet kjo edhe kështu. Ja kombinati Verbiut, rrjedhimisht çka do që t'i bojnë Verbiut, unë jam në rregull. Jo. Ka pasar një kohë visar, bile është përmend kjo mbas edhe nga on, kur njerëzit kanë thonë, qatë shumë jena lodhë për i këtyne, sa po dojmë me i pa në burg, edhe për krime lufte. Gabim o kjo se ku është në burg për krime lufte. Do me thonë, veç dojsh u kriju një frym, një klim në këtë vend, anti-Hashim, se kjo është lidhët gjithmonë me emrin e tina, anti-Hashim, që ishin të kënaqur me qunë burg edhe për krime lufte, nëse veç nuk munden me qu për korupcion, edhe për krime lufte. Dhe kjo ndodhi, dhe fatkeqësisht ka pas një matje, kur kanë shku ata në Hag, ka pas një matje që 70% shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të kënaqur pse ata kanë shku në Hag. Fatkeqësi kontare është kjo për mua.